Bashkimi Evropian e akuzon shërbimin online TikTok se po i bën të varur përdoruesit, veçanërisht fëmijët, përmes rekomandimeve agresive, duke nxitur scroll pafund. Platforma duhet ta përshtas dizajnin. TikTok i jet poshtë akuzat. Bashkimi Evropian i ka kërkuar shërbimit kinez online TikTok të ndryshojë mënyrën e funksionimit të platformës së videove që nxit varësinë. Komisioni i BE-s deklaroi se rezultatet e para të hetimit tregojnë se TikToku nuk merr mjaftueshëm parasysh se si këto funksione që nxisin varësinë mund të influencojnë në shëndetin fizik dhe psikik të përdoruesve të tij. Si shembull për ndryshimet që mund të bëhen, komisioni përmend heqjen e opsionit të scroll pafund, aplikimin e pushimeve efikase në monitor dhe përshtatjen e sistemit të rekomandimeve për personalizim në shkallë të lartë. E gjithashtu, komisioni kritikon faktin që videoklipet aktivizohen automatikisht. Komisioni i BE-s i kërkon sipërmarrjes që ta ndryshojë rrënjësisht dizajnin e shërbimit. Brukseli ka nisur hetimin në shkurt të 2024-s, që ishte i pari kundër TikTok në ligjin e BE-s për shërbime digjitale. Hetimet do të përqendroheshin kryesisht për të vërtetuar nëse TikTok ndërmerr masa se duhet për ta shmangur efektet negative ndaj të rinjve. Ndërsa TikTok i jet poshtë akuzat dhe do të mbrohet. Sipërmarrja kineze online i ka hedhur poshtë këto akuzat të Komisionit të BE-s si të pabaza. Do të mbrohemi me të gjitha mundësitë. Nëse konfirmohet qëndrimi i Komisionit, TikToku mund të gjobitet me një shumë deri në 6% të xhirosë së tij vjetore mbar botërore.